Zgjedhjet lokale në Maqedoni filluan më 19 tetor të vitit 2025 dhe mbaruan në 11 janar të vitit 2026. Partisë shqiptare këto dy zgjedhje, edhe vitin 2024 zgjedhjet parlamentare dhe prezidenciale, po edhe këto zgjedhje lokale u ndajtën në dy bloqe. Bloku që ishim ne si Aleancë për Shqiptarët, zbashku me Bashkimin Demokratik për Integrim të Ali Ahmetit, u quajtëm si Aleanca Kombëtare për Integrim, morëm 25% vota më shumë në listat për këshilltar, se sa vleni pjesë e qeverisësh, koalicioni prej 5 partive, tash 6 janë bë, kështu që por në numër të komunave, vleni fitoj 10 komuna, kurse Aleanca Kombëtare për Integrim 6 komuna. Do me thënë, kam pasur ndihmë të jashtëzakonshme prej VMRO-DPMNE-s, por numri total i votave që e morën në listat për këshilltar ishte 91.000, duke pasur 6 ministra, 7 zavendës ministra dhe 200 drejtor, sepse ato janë pjesë e qeverisë, dhe ne si opozit kemi marrë 124.000 vota, dikundi 23.000 vota më shumë se sa partit apo koalicioni i qeverisë. Dua të theksoj se në vitin 2024, kur u mbajtën zgjedhjet parlamentare, atëherë Aleanca për Shqiptarët ishte pjesë e vlenit, edhe doli në zgjedhje duke qenë në opozit. Do me thënë, në atë periudhë ne s'kishim as ministra, as zavendës ministra, as drejtor, dhe zbashku morëm 107.000 vota. Do thënë, pas një beneficion, pa pushtet, pa asgjë, edhe tash ka rënje të vlenit kur doli Aleanca për Shqiptarët, kanë zvoglim prej 16.000 votave, në ndërkohë janë në pushtet, kanë kretë këto beneficione, kanë ministra, zavendës ministra, drejtor, punësime, kontrata, dhe ka rënje të votave të tyre. Legitimitetin absolut e ka Aleanca Kombëtare për Integrim, do me thënë Aleanca për Shqiptarët, ne, zbashku me Bashkimin Demokratik për Integrim, në 2 komuna u përsëritën zgjedhjet, pa drejtësisht, sepse mënyrë jo demokratike është që në një komunë sabotuan zgjedhjet, që mos arrihet cenzus, se në Kosovë, Shqipëri edhe askund në Evropë, nuk ka cenzus që të zgjidhet kryetari i komunës, duhet dalin 33.3% të votuesve. Kjo është vetëm në Bullgari dhe në Maqedoninë e Europë, askundi tjetër. Në Kosovë ju garantoj se s'dini në zgjedhje lokale sa përqind kanë dalë votuesve. Në Gostivar vetëm për 21 vot nuk ka arrit cenzusi dhe në 11 janar u përsëritën dhe aty nuk i fituam, po i shkollëm thjesht. 2-1, më shumë se 2-1, 15.500 vota me 7.500 vota, kandidati jonë mori 65% të përkraje për qytetarëve, dhe në komunën e Vrapçishtit u përsërit, atje ishte edhe mënyrë edhe më jo demokratike, sepse prej mëngjes vleni nuk dolin votime, dhe kandidati jonë mori 6.100 vota, kurse kundër kandidati 5.000 vota, 500 vota më falni, më thënë 12-1, dhe tash kur u përsërit u akumulun shumë parti, kretë pushteti në Vrapçisht, edhe aty i fitum gati se 2-1, 5.500 vota me 3.100 vota, që është diferencë e jashtëzakonshme, gati se 60% të përkraje për qytetarëve, kështu që mendoj se në zgjedhjet realisht përkraje për qytetarëve më shumë mori Aleanca Kombëtare për Integrim, opozita shqiptare, por për shkak të përkrajes të jashtëzakonshme që e kishim prej VMRO-DPMNE-s, respektivisht prej pushtetit, kjo rezultoi që ato të kenë më shumë komuna, shumica e komunave janë multietnike në Maqedoni, dhe Maqedonasit ishin absolutisht krejt pro partis koalicionit që është në qeveri, kështu që në qoftë se i llogaritni në bazë të komunave ato kanë fituar, në bazë të votave që i kanë marrë për listat e këshilltarëve që është objektive, Aleanca Kombëtare për Integrim absolutisht ka fituar. Ata sqaroj për opinionin në Kosovë sepse nuk i din demografin shumë Maqedoni. Për shembull, shqiptarët kanë udhëhequr Kërçovën sepse në Kërçovë jetojnë afër 60% shqiptar. Tash çfarë ndodhi? Ndodhi që shqiptarët e hupën Kërçovën. Kryetari i komunës Kërçovës tash është Maqedonas. Pse? Sepse u bashkuan partitë maqedonase të gjitha krejt ishin bashk, plus i gjetën edhe do shqiptar që e përkrahën, dhe rezultoi që Kërçovën sot e udhëheq një Maqedonas, fatkeqësisht. Për shembull Strugën, kishte një kandidat i pavarur i cili përkraje prej VMRO-DPMNE-s. Në shqiptar, por i përkrahur prej VMRO-DPMNE-s. Tradicionalisht Struga është udhëhequr prej shqiptarëve. Tash çfarë ndodhi?
ndodhi që strugën të bashkohen të gjithë Maqedonasit, krejt partit, pozit e opozit, dhe disa shqiptarë të Vlenit, kurse në listat për këshilltar strug ka fitua AKI 2-1, por kandidati pavarur i propozuar prej VMRO-s ka marrë 500 vota më shumë se AKI-a dhe është zgjedhur kryetar komune, po 50% të pushtetit lokal atje e kanë marrë Maqedonasit. Për shembull, Bërvenit zjetojnë 62% shqiptar dhe 38% Maqedonas. Vleni kishte kandidat në asnjë moment nuk shkoj ta përkraj aty. Dhe sot Bërvenica udhëtitet për një kryetarit të komunës që është Maqedonas, që është skandalose. Për shembull, në komunën e Butelit, është një komunë në qytetin e Shkupit. Aty 52% janë Maqedonas dhe 48% shqiptar. Çfarë ndodhi? Krejt Maqedonasit u bashkuan, e fituan komunën dhe në Këshill nuk e morën edhe Vlenin, e cila është pjesë e qeverisë. Kush e bëri atje shumicën në Këshill? E bëni VMRO DPMN, LSDM dhe Levica. Domethënë 3 parti maqedonase, pozit e opozit, u bashkuan përkundër shqiptarëve. Që janë raste që s'ka ndodhur asnjëherë në Maqedoni. Domethënë, ne prej fillimit të zgjedhjeve lokale edhe ne kur dolëm si Aleancë për Shqiptarë, dolëm prej Vlenit, unë isha ministri i shëndetësisë dhe kur s'ka ndodhur Maqedoni që dikush të del prej pushtetit. Unë duke parë këtë tendencë, se tendenca e VMRO-s ishte që një pjesë të pushtetit vendor, pushtetit lokal, edhe aty të dominojnë Maqedonasit, dhe unë në atë rast tash, unë nuk e shoh veten këtu, unë dal prej qeverie, isha i sulmuar jashtëzakonisht shumë, për ta humbur kredibilitetin total. Ishte një sulm i jashtëzakonshëm prej Maqedonasve, VMRO DPMN-s, po edhe prej shqiptarëve të Vlenit, se kinse unë shkoj ta rehabilitoj BDI-n. Ne si Aleancë për Shqiptarët kemi qenë arsye që 2024, gjithashtu edhe atëherë kemi dalë prej qeverie dhe e kemi rrëzu BDI-n, e kemi dërguar në opozit, por kur e pash se ne premtum ndryshim. Ndryshimi ishte zhgënjim të shumica e qytetarëve. Kur e pash se ky ndryshim dal nga dal po transformohet në një BDI-zëm të ri, unë thash nuk ri aty, ne nuk rim aty, ne dolëm prej qeverie dhe u bashkangjitëm me BDI-n, u bëm Aleancë Kombëtare për Integrim dhe bëm rezultat përsërit mirë, duke menduar atë se tendencat janë për ta marrë edhe pushtetin lokal, që pushteti lokal në Maqedoni, pushteti vendor, ka kompetenca shumë më pak se në Kosovë, si bashkësitë lokale në kohën e Jugosllavisë. Në Kosovë dhe në Shqipëri, komunat apo bashkitë kanë shumë më shumë kompetenca. Aty ne kishim një farë pushteti autonom shqiptarët, s'pakun ato komuna ku jemi shumicë. Dhe tash tendencat e VMRO DPMN-s ishin që edhe aty të infiltrohen, edhe aty të ndajnë pushtetin, edhe aty disa komuna t'u marrin shqiptarëve, që fatkeqësisht ne në fushat bashku me Zoti Ahmetin nuk arritëm këtë ta përcjellim mirë të qytetarët, por tash po e vërej se në 19 tetor nuk e kuptuan shumica e qytetarëve, po në 11 janar në Gostivar dhe vrapçisht filluan ta kuptojnë çfarë ka qenë prapabia dhe qëllimi i VMRO DPMN-s, dhe jo rastësisht në zgjedhjet e përsëritura në Gostivar dhe vrapçisht nuk i fituam, thjesht ishte fitore jashtëzakonshme. Kështu them në mënyrë të ashpër i shkollëm, më shumë se 2-1. Besoj se dal nga dalë qytetarët vetëdijsohen dhe do ta kuptojnë se situata e shqiptarëve nuk ka qenë më e vështirë asnjëherë prej 1990-ën deri tash. Prandaj shpresoj se Aleanca Kombëtare për Integrim si koalicion do të vazhdojnë më tutje dhe do të sjellë ndryshimin e mirëfillt ashtu si duhet, sepse jo që Aleanca për Shqiptarët e çoi BDI në opozit 2024 duke u bashkangjitur Vlenit, po tash BDI-ja është duke u reformuar dhe të gjitha figurat të kompromituara dhe të kriminalizuara të BDI-s dal nga dal Vleni bëhet lavatriçe e BDI-s, është duke i marrë. Për shembull Ramis Merkon, ai është një personalitet që është në listën e zezë amerikane dhe sot ai është në koalicion me Vlenin dhe me VMRO-n në Struk. Nevzat Bejta është një figurë jashtëzakonisht e kompromituar dhe i kriminalizuar, ai sot është me Vlenin. Izet Mexhiti mos flasim, 20 vjet ka qenë nën kryetari BDI-s, e plot figura tjera që dal nga dal largohen prej BDI-s dhe i bashkangjiten Vlenit. BDI-ja është duke u pastruar dhe duke u reformuar, që Aleanca për Shqiptarët për neve na konvenon
për ta mbajtur këtë bashkëpunim dhe besoj se ky bashkëpunim do të vazhdojë. Unë do të mundohem të jem objektiv. Do me thënë, prej 91-shin, shqiptarët asnjëherë s'janë ndjejt se janë të barabartë me Maqedonasit, dhe ndjeri Arben Xhaferi shpesh thoshte se kriza në Maqedoni apo them kështu mos pajtueshmëria mes Maqedonasve dhe shqiptarëve, të cilët së bashku janë 90% e popullatës, në Maqedoni është generatori i krizës është kushtetuta. Dhe 2001-shin me luftën u ndryshua kjo kushtetut pjesërisht, me luftën e armatosur që ndodhi në Maqedoni, dhe mbas asaj u nënshkrua marrëveshja e Ohrit, e cila asnjëherë nuk u zbatua deri në fund. Ishin disa shtylla të marrëveshjes së Ohrit, por shtylla kryesore ishte decentralizimi fiskal. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë që komunat kenë më shumë kompetenca dhe më shumë para, sepse pushtetin real e ka ai i cili e ka buxhetin më të madh. Maqedonia, gjërësisht Maqedonasit tentojnë që ta mbajnë në pushtet qendror të kenë të gjithë buxhetin, komunat t'i lënë si të marginalizuara totalisht, që shqiptarët mos kenë asnjë farë pushteti, po të mbahen prej pushtetit qendror. 2008-ën, 2016-ën BDI ishte me VMRO-DPMN në pushtet, dhe ishte e marginalizuar, po jo si tash. Tash mendoj se është periudha më e vështirë për shqiptarët. Shumë shpesh edhe kryeministri e thot se misioni ynë si VMRO-DPMN i Maqedonasve është që ta kthejmë Maqedoninë Maqedonasve, kinse shqiptarët u kanë uzurpuar, jo që shqiptarët bashkëjetojnë dhe ju intereson shumë shteti i Maqedonisë, sepse shteti i Maqedonisë është shteti ynë, edhe i Maqedonasve, edhe ynë, edhe të gjithëve që jetojnë në Maqedoni, dhe janë duke uzurpuar të gjitha institucionet, në qoftë se shkohet dhe bëhet një anket në Maqedoni në të gjitha institucionet shtetërore, dhe i pyesni shqiptarët kur ishit më mirë në punën që e punoni, para 5 viteve, 10 viteve, 20 viteve apo tash, me siguri 95% të shqiptarëve, se 5% janë të privilegjuar për pushtetit, do t'ju thonë se asnjëherë s'kanë qenë më keq. Dhe ky është alarm i mjaftueshëm që të reagohet edhe të përcillet kjo porosit e qytetarët dhe të popullata se situata nuk është e mirë. Në qoftë se ju pyes juve ose çdo gazetar në Kosovë, a dini ndonjërin prej ministrave si quhet në Maqedoni, ju garantoj se 1 ose 2 mund t'ju kujtohen emrat, ministrat tjerë si njihni. Në qoftë se i mirëni CV-t e ministrave shqiptar flas, po edhe Maqedonas, në përjashtim të 2-3 vetave, ju garantoj se CV-at e kanë mbaruar fakultetin edhe është bë ministër, ose nuk ka pas asnjëherë ndonjë pozicion që të udhëhet një institucion dhe është bë ministër, ose do ta gjeni CV-n e atyre ministrave apo zaventës ministrave që nuk është asnjë fletë plot. Por ky është realiteti. Unë thash edhe kur dola prej qeverisë dua të jem kukull në qeveri, do të thonë dikush tjetër t'i bën komplet udhëhetjen e institucioneve, kurse ne kemi aty veç sa të themi se ne jemi përfaqësues shqiptar në këtë qeveri. Shqiptarët duhet të kenë pushtet real, jo të jem përfaqësues kështu imagjinar që dikush thotë se ja, i kemi edhe disa shqiptarë këtu që rrotullohen edhe janë përfaqësues të qeverisë. Kështu që realisht duhet Partitë Shqiptare dhe pozitë dhe opozitë të ulen dhe për disa çështje jetike kryesore të koordinohemi ku nuk ka kompromis. Rruga europiane e Maqedonisë është njëra prej këtyre pikave shumë të rëndësishme, sepse në qoftë se Maqedonia i fillon negociatat, aparat duhet të bëjë ndryshimet kushtetuese, mendoj se do të hyjmë në rregullat e Bashkimit Evropian. Shqipëria dhe Maqedonia bashkë udhtonin në këtë rrugë, dhe tash prej kur hyri Vleni, atëherë edhe ne ishim pjesë e Vlenit dhe mandej u larguam, ne thonim publikisht edhe unë edhe Izet Megjiti edhe Bilal Kasami edhe Afrim Gashi se për 6 muaj, prej kur u formua qeveria, do të thënë prej qershorit të vitit 2024 deri në fund vitit, ne do të fillojmë negociatat me Bashkimin Evropian. Tash jemi mesi janarit, do të thënë 18 muaj, vitit 2026, 18 muaj pasi u formua qeveria dhe ende semi askundi. Maqedonia është vetëm e afërt me Beogradin dhe Budapestin dhe me asnjë shtet tjetër evropian.
shumë larg fillimit të negociatave, bile më larg se sa 2024. Në raportin e Bashkimit Evropian qëndron që bota serbe depërton në Maqedoni si asnjëherë më parë, që nuk na konvenon neve si shqiptarë edhe në Maqedoni, po edhe në Kosovë, po edhe në Shqipëri, sepse kundërshtarët kryesor shqiptarët spaku këtu që jetojmë, mendoj se më pak të mirën që na e mendojnë janë Serbia. Realisht, shqiptarët e Maqedonisë janë shumë më të lidhur me Prishtinën se sa me Tiranën. Shumë më të lidhur me Kosovën se sa me Shqipërinë. Mund të jetë fakti që kemi jetu me një shtet shumë gjatë, mund të jetë fakti që shumica e shqiptarëve, gjenerata e parë e intelektualëve shqiptar ka diplomuar në Prishtinë, mund të jetë fakti edhe që afërsia mes dy shteteve ka edhe shumë, them kështu, njerëz që janë martuar prej Kosovë në Maqedoni dhe prej Maqedonie në Kosovë. Me Shqipërinë ka një distancë pak më të madhe, po gjithsesi ka interes Shkupi e shef posaçërisht shqiptarët, shumë me vëmendje të gjitha zhvillimet që ndodhin në Tiranë dhe Prishtinë. Fatkeqësisht ka një diskoordinim mes dy kryeministrave shqiptarë, unë them, edhe zotri Ramës edhe zotri Kurtit. Ato shprehin interes më shumë mendoj për publicitet se sa për gjëra shumë të rëndësishme që janë në Maqedoni, edhe pse nuk them se janë indiferent, ato mundohen që ndo një farë mënyre të na ndihmojnë si parti politike dhe si politik në Maqedoni, por vazhdoj të mendoj dhe të insistoj që dy kryeministra shqiptar duhet seriozisht që tulen me partit politike ose të facilitojnë me partit politike me dy bloqet, edhe të pozitës edhe të opozitës, për të bërë një strategji afat shkurte, afat mesme dhe afat gjate, sepse në fund të ditës unë besoj dhe shpresoj dhe jam i bindur se 10 vitet e ardhshme të gjithë shqiptarët do të jetojnë me një shtet, me një bashkim, i cili quhet Bashkimi Evropian. Unë kam pasur raporte shkëlqyeshme me kryeministrin e Kosovës, bile aq ka qenë arsyeja që 2024-ën atëherë ishin lënë, kur u bashkangjitëm edhe Alianca për Shqiptarët dolëm prej qeverie dhe u bashkangjitëm dhe e sollëm ndryshimin. Ne mendonim ndryshim real, jo ndryshim i zhgënjimit. Ka qenë arsye, ka qenë zotri Kurti. Unë i kam besuar jashtëzakonisht shumë, edhe kur kam dalë prej qeverie, jam takuar me zotri Kurtin edhe i kam treguar të gjitha faktet. Mos përfillja e gjuhës shqipe në për institucione, marginalizimi shqiptarëve total, punësim 10-1 Maqedonas shqiptar, mos pasje të pushtetit të real të shqiptarëve në qeverisjen e zotri Mickovskit. Këto e kam thënë në 4 sy kur jemi ullur, ja e them edhe publikisht. Me zotri Ramën gjithashtu kemi pasur raporte korekte, edhe kemi raporte korekte, por prej momentit që dola prej qeverie, nuk kam pas një komunikim me zotri Kurtin, sepse ai më duket se e kam bindjen, se ka qenë njeri që ka insistu që të bashkohemi disa parti politike shqiptare për të sjellë ndryshimin. Por kur doli ky ndryshim që nuk është ashtu si priteshte, unë nuk e di si e ka bindjen tash zotri Kurti, besoj se e ka ndryshuar mendimin, sepse nuk e them unë, e thon plot faktor me relevancë edhe ndërkombëtar që thonë se Maqedonia nuk është duke shkuar rrugës që duhet, se është shumë më afër Beogradit dhe Budapestit se sa Brukselit. Kështu që nuk e di, nuk e kam takuar, po me kënaqësi e kisha takuar përsëri zotri Kurtin për t'i bashkëbiseduar për të gjitha zhvillimet që ndodhin në Maqedoni, po edhe më gjerë, duke marrë parasysh se ka turbulencat e jashtëzakonshme në tërë botën. Po posaçërisht në rajonin i cili është shumë, kështu të them, shumë i ndjeshëm në këto turbulenca ndërkombëtare, dhe mendoj se shqiptarët duhet të jemi të koordinuar, jo vetëm këtu, edhe në Lugin, edhe në Malzi, po edhe në të gjitha shtetet për rreth Shqipërisë që jetojnë shqiptarët, rreth Shqipërisë dhe Kosovës, sepse Kosova dhe Shqipëria tash janë 2 shtete të pavarura, por them kështu të bashkuara dhe të lidhura njëra me tjetrën, duhet biseduar dhe duhet ndërtuar një farë strategjie, thash spaku 10 vjeçare, ku do të përfshihen të dy kryeministrat dhe partit politike nga të gjitha zonat ku jetojnë shqiptarët.
Unë Mickovskijin e njoh shumë mirë dhe më shumë se çdo kush tjetër në Maqedoni, sepse kemi bashkëpunuar prej 2017 kur ishte sekretar general i VMRO DPMNE-s, e në fund të 2017 u zgjot mbasi Gruevski u largua, u zgjot për kryetar të partisë. Kemi bashkëpunuar në zgjedhje lokale 2017, na ka ndihmuar VMRO-ja në Gostivar edhe në 2021, flas për zgjedhjet lokale. Ai është profesor universitar dhe shumë inteligjent, i cili shpesh flet edhe pak shqip, disa fjalë, por unë mendoj se ka një mangësi të jashtëzakonshme, se shumë udhëhiqet në bazë të anketave. Nëse në anketa shkruan se fiton popularitet duke i sulmuar shqiptarët edhe bugarët, dhe duke i përkrahur, duke pas marrëdhënie të mira me Serbinë, ai ashtu udhëhiqet. Nuk mendoj se ai ka diçka shumë kështu tem kundër shqiptarëve, por në vepra tregohet ndryshe. Domethënë, edhe pse në paraqitjet e atij ai thotë se është pro-amerikan, pro-europian, duhet negociatat sa më parë të fillojnë, po kërkon do gjëra që automatikisht e pengojnë këtë rrugë pro-europiane. Domethënë, duke qenë ti rigjid kundër Bugarisë, nuk mund të fillosh negociatat me Bashkimin Evropian. Duke thënë ti çdo gjë të mirë për shqiptarët e duke i marginalizuar ato, duke e tërheq balansusin ishte një mekanizëm që mundoheshte të ketë përfaqësim të drejtë të shqiptarëve në për institucione. Ti punson 10 Macedonas dhe asnjë shqiptar, punson 30 Macedonas dhe 1 shqiptar, apo në shumicën e ministrive as pak nuk përdoret gjuha shqipe, apo tenton që në mënyra të ndryshme të kesh ministra servil dhe kukulla, sa për të qenë aty, dhe jo për të bërë ndonjë punë. Unë mendoj se ky ja doli që ti marginalizon totalisht shqiptarët dhe ne të gjendemi në situatën sikur viteve 90-ta. Domethënë praktikisht dhe realisht shqiptarët fizikisht janë në qeveri, por mos kanë asnjë fuqi politike. Por kjo nuk është në të mirën e shtetit. Thash, në kohë të këtyre turbulencave botërore, neve na duhet qetësi brenda shtetit. Qetësi brenda shtetit në Maqedoni mund të ketë kur dy etnit më të mëdha, ka edhe plot etni tjera që jetojnë në Maqedoni. Por shqiptarët janë afër 30%, maqedonasët janë 60%, bashk janë rreth 90% zbashku. Dhe ti mund ta kesh këtë qetësi brenda vetëm në qoftë se ke them kështu sinkronizim mes dy etnive. Sepse shqiptarët mund të jenë faktor stabilizues, si 30% e popullatës, dhe faktor destabilizues. Shqiptarët çdo herë në përjashtim të konfliktit, çdo herë kanë qenë faktor stabilizues dhe përkrahas i fuqishëm i maqedonasve në çdo proces që e kemi kaluar si shtet i Maqedonisë. Kështu që besoj se edhe ky Mickovski, kryeministri, duhet që të ulet të mendon dhe t'ja mendon të mirën shtetit vetë dhe shtetit ton që jetojmë aty dhe të sillet pak më me respekt ndaj shqiptare. Jo vetëm deklarativisht, por edhe në vepra. Dhe besoj se do të reflekton, sepse përndryshe do të dëmton edhe imazhin e tij. Se ky populizëm që e përdor tash, se kundër bugarëve, kundër shqiptarëve, sepse një ish kryeministër i Maqedonisë, Ljupço Georgievski, sipas një ankete që e tregonte ai, 3 popull janë që maqedonasët më shumë t'i urrejnë, nuk i duan. Një tha janë bugarët, sepse për shkak kontestit me Bugarinë, 2 janë shqiptarët, edhe 3 janë kroatët. Edhe ai thoshte unë e kuptoj që me Bugarinë kemi kontest, edhe prandaj maqedonasit për momentin nuk i duan bugarët, edhe pse janë shumë të ngjashëm me bugarët, si gjithë popujt slav. Me shqiptarët e kuptoj sepse brenda ka një farë rivaliteti, si dy etni më të mëdha, po tha nuk mundesha ta kuptoj pse me kroatët, pse kaq kundërshtim ndaj kroatëve kur kroatët çdo herë kanë përkrahur Maqedoninë dhe asnjëherë s'kanë qenë kundër Maqedonisë. Dhe mandej tha e mendova kush është emëruesi përbashkët që është kundër bugarëve, shqiptarëve dhe kroatëve. Dhe më kujtua Serbia. Ndikimi botës sërbe ndikon te subkonscienca, nën vetdia e maqedonasve që të kenë një farë
mos them urrëtie, po një farë kundërshtije ndaj bugarëve, shqiptarëve dhe kroatëve. Kështu që mendësia që dominon në Maqedoni dhe që e thonë edhe plot përfaqësues ndërkombëtar në Maqedoni, po edhe raporti i Bashkimit Evropian për 2025-ën, thotë se bota sërbe ka depërtuar shumë thellë në Maqedoni dhe ka një zavendës kryeministër në qeverinë e Maqedonisë, i cili është dora e gjatë e Vučićit, i cili përditshmërisht organizon manifestime të serbëve që kanë bërë betejë në Maqedoni, i cili i pret përfaqësues të serbe në Srpska Republika në Bosnjë dhe Hercegovinë, mbas nuk e mbajnë flamurin e Bosnjës dhe Hercegovinës, po Republikës Serbe. Kryeministri ta ketë zavendës kryeministër dhe ndodhin këto ngjarje, mendoj se nuk janë të hishme dhe janë kontraproduktive për shqiptarët. Domosdoshmëri do të jenë zgjedhjet e parakohshme, jo që ne duam dhe mvaret prej nesh. Të mvareshte prej nesh, ne do kishim ndesh që me njerë të ketë zgjedhjet parakohshme, sepse edhe normali është opozita që ka fitu 124.000 vota, për kundrejt 91 votave të opozitës, të kërkon zgjedhjet parakohshme. Te maqedonasit opozit gati se nuk ekziston, opozita maqedonase është shumë e dobësuar, dhe VMRO-ja prej gjithësejt 120 deputet ka 58 deputet, zbashku me një parti tjetër maqedonase ZNAM kanë 64. Më thënë më shumë se gjysmën, dhe mbajtja e zgjedhjeve parakohshme parlamentare ekskluzivisht varet dhe VMRO-DPMNE-s. Në bazë të informatave që i marim, ne mund të kërkojmë çdo ditë të ketë zgjedhje, por kjo nuk varet prej nesh, nuk mund të votojmë në parlament që të zhbëhet parlamenti, por në bazë të informatave që i marim me shumë gjasa, VMRO-DPMNE edhe në teren vepron duke u përgatitur për zgjedhjet parakohshme, kurse ne si opozitë shqiptare e mirëpresim këtë, thash legitimitetin dhe numrin e votave më shumë për momentin e ka opozita shqiptare, natyrisht është që të presish sa më shpejt mbahen zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Zhgënjimit e qytetarët është gjithnjë më i madh, sepse 2024 në thirrën për ndryshim, kinse ndryshim për të mirë, por ndryshimi ishte ndryshim për të keq. Ne praktikisht në Maqedoni prej 2024 të drejtat e shqiptarëve nuk shkruan para, po jemi në një regres që të gjithë shqiptarët nuk e mirëpresin ashtu si e paralajmëronin ne, nuk ndodhi ashtu si e paralajmëruam. Kjo ishte edhe arsyeja kryesore pse u larguam ne si Aleancë për Shqiptarë prej Vlenit dhe formuam një koalicion tri e cila quhet Aleancë Kombëtare për Integrim, dhe Aleanca Kombëtare për Integrim i mirëpret zgjedhjet e parakohshme parlamentare, por gjithnjë e them kjo varet prej VMRO-DPMNE-s, e cila i ka votat për të shpallë zgjedhjet e parakohshme. Aleanca për Shqiptarët vazhdon bashkëpunimin me BDI-n si Aleancë Kombëtare për Integrim deri në zgjedhjet parlamentare. Në zgjedhjet parlamentare ne e kemi thënë, kusht i domosdoshëm do të jetë fillimi i negociatave. Ky është pikësynimi esencial për ne, pikësynimi kryesor. Mbasi të fillojmë negociatat si Maqedoni me Bashkimin Evropian dhe ajo të ecë në një fazë të dukshme, mbas asaj normalisht ne jemi dy parti të ndryshme, BDI-ja dhe Aleanca për Shqiptarët, të cilët kanë bërë betejat më të vështira politike. Ne kemi qenë që asnjëherë s'kemi bashkëpunuar dhe kemi bërë beteja politike shumë të ashpra me BDI-n. Por në kohra të jashtëzakonshme bëhen edhe bashkëpunime atipike sepse është në interes të shqiptarëve.